Kompleksi i inferioritetit dhe kriza e vetbesimit kombëtar pse shqiptarët duhet të çlirohen nga nënvlerësimi ndaj vetes dhe të kërkojnë standarde të reja përfaqësimi. Në diskursin publik shqiptar ekziston një fenomen i heshtur, por i rënjosur thellë, ndjenja e inferioritetit ndaj të huajve. Një perceptim që nuk lidhet domosdoshmërisht me realitetin ekonomik apo profesional, por me një trashëgimi psikologjike të ndërtuar ndër dekada tranzicioni, emigracioni dhe krizash institucionale. Paradoksi shëndron pikërisht këtu. Sa herë shqiptarët dalin jashtë trojeve shqipfolse, performanca e tyre profesionale shpesh rezulton konkurruese, madje superiore në shumë sektor. Nga ndërtimit e mjekësia, nga teknologjiat e shërbimet, diaspora shqiptare ka dëshmuar kapacitet pune, përshtatje dhe produktiviteti që sfidon stereotipet. Kjo krijon një kontrast të fortë mes vetperceptimit brenda vendit dhe realitetit jashtë tij. Historikisht, shqiptarët kanë qenë popull autokton në këto troje, me një trashëgimi kulturore, gjuhësore dhe shoqërore të dokumentuar ndër shekuj. Megjithatë, tranzicioni gjatë politik, varfëria ekonomike e viteve 90 dhe emigrimi masiv prodhuan një psikologji kolektive në vlerësimi, ku e huaja u idealizua, ndërsa vendësja u zhvlerësua. Kjo ndjenjë inferioriteti nuk mbeti vetëm në plan kulturor. Ajo ndikoi edhe në mënyrën si qytetarët perceptojnë pushtetin, përfaqësimin dhe standardet e qeverisjes. Kur një shoqëri nënvlerëson veten, ajo pranon më lehtë mediokritetin politik. Në këtë kontekst, kritika ndaj klasës politike shqiptare shpesh lidhet me mungesën e alternativave të reja, riciklimin e figurave dhe polarizimin e konsumuar partijak. Për shumë qytetar, ndarja tradicionale mes forcave të mëdha politike nuk përfaqëson më vizione të ndryshme zhvillimi, por modele të ngjashme qeverisjeje. Kjo ka ushqyer një kërkesë në rritje për standarde të reja përfaqësimi, më pak retorik partijake dhe më shumë meritokraci, profesionalizëm dhe përgjegjësi publike. Shlirimi nga kompleksi i inferioritetit, sipas sociologëve, nuk është thjesht çështje krenarie kombëtare, por parakusht për zhvillim demokratik. Një shoqëri që beson në aftësitë e saj kërkon më shumë nga qeverisja, refuzon abuzimin dhe nuk pranon të drejtohet nga struktura që perceptohen si të shkëputura nga realiteti qytetar. Në këtë kuptim, debati nuk lidhet vetëm me politikën, por me vetëdijen kolektive. Sepse vetbesimi shoqëror prodhon kërkesë për institucione më të forta, ndërsa inferioriteti prodhon tolerancë ndaj dështimit. Dhe pikërisht aty shndron sfida e sotme. Jo thjesht ndryshimi i elitave politike, por ndryshimi i mënyrës si qytetarët e shohin veten brenda dhe jashtë kufive të tyre.